Muj Kosovë, muj mriz me zana, 500 vjetë u prej sultana, 500 vjetë para konjopit, 500 vjetë në gryk të topit, 500 vjetë qëllin e unëzi, o 500 vjetë gjo me vetim. Qo u shpet mos rritë e vari, thot në në lukja, qo se mi jaft, ta fla diti balin tuka, qo se ty të kërkone tani Kosova, ty ade. Përmes shkrimeve, përmes artit që të regova mirë në edhe me artit tjera. Po, këtu doja me muzikë, apo? Po, me muzikë. Shofim këtu e kemi në piano, apo? Kom përfundu pak edhe për solo këndim, po ma shumë për piano. E ke solo këndim. Ke provu, do me thonë, me dalë në treg, apo vetëm për? Në fazë fillestare. Në fazë fillestare. Mirë. Po dëshira tjera, pun tjera ditore tuja, si janë të lidhura? Qëfar bën tjetër për posë që shkruan? Përveç shkrimeve... Se shok tu edhe certifikata që keni marrë. Po, kam marrë mirë njohje, dhe më thonë, e vlerësime në Spanjë, në Indi, këtu në përtruja shqiptare për djetë. Sepse këto ke marrë pjesë me ndonjë shkrim tuajën dhe je... Po, pa tjetër. Është revista, dhe më thonë, Azahar, që në Spanjë, që disa vite që... Dhe më thonë, është përkthy, krimtaria juaj është përkthy. është përkthy, dhe më thonë, edhe në Itali, edhe në Angli, edhe në Spanjë. Nuk e kom marrë gjitha mirë njohet, po... Ti bëjmë pak më qarta edhe të publiku, disa prej këtyre njojeve. Zakonisht nuk rri pasiv. Momentalisht rrjetet sociale nuk jem të i përdur si ma herë shkoku e angazhime, po e kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjana që menoj se i konsideroj që mundet, së të të publik, mundet mja dhonë hakin, apo din. Aty publikoj ku pas ku shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikure, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis. Do më thonë ti përpiqesh të hysh në treg edhe përmes shkrimeve, edhe përmes muzikës, të bësh një artist më i kompletuar, a? Atër vetë të shkruash, vetë të komponosh, vetë të këndosh, si duket... Me një fjallë e kam pasion artin, une